Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, tensionet mes Lajërtit dhe Valbonës kanë arritur kulmin, duke çuar në një ndarje të papritur mes tyre si një banor i vetëm. Gjatë spektaklit të së shtunës, Lajërti deklaroi se dëshiron të ndahet nga Valbona dhe të shkojë në një televotim kokë më kokë me të. Ky vendim shkaktoi reagimin e fortë të Valbonës, e cila u ndihet tradhtuar, duke akuzuar atë se po e linte në mes të lojës, pasi afrimiteti të krijuar mes tyre. Debati mes tyre është përshkallëzuar, kur Valbona përmendi babain e ndjerë të Lajërtit, gjë që atëroi aktorin. Nga fjalët e arshpra, situata degeneroi deri në prekje fizike, me Valbonën që e shtiu Lajërtin dhe akuzoi si tradhtar dhe të pabes. Edhe pse situata ishte mjaft e rënduar, nga vëlla i madh nuk është marrë ende as i mas. Madje duket sikur është fshehur situata, pasi për produksionin është më e rëndësishme që të vazhdojë televotimi për arsye përfitimi, sesa të nxjerrin Valbonën me zarf të zi. Në shtëpinë e Big Brother